Muhammedun Rasulullah. Të nderuar shikues, Eselamu Aleikum. Si çdo të premte është koha të shoqërohemi për ta përcjellur bashk hutben e xumas, të cilën e transmetojmë nga qytete të ndryshme. Hutben e sotme do ta sjellim në ekranet tuaja televizive nga Xhamia e Azizis, në të cilën Hoxha Laudin Abazi do të flasë për rinin. E ndjekim hutben e pastaj për rinin do të flasim edhe me besimtarët që falen në këtë xhami. Muhammedun Rasulullah. Muhammedun Rasulullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdërimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu plotfuqishëm s'ka askush që mund ta humbë. Dhe atë që Allahu I madhruar e devion s'ka askush që mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguar I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, të gjithë ne e dim se me kalimin e secilis ditë kalon edhe një pjesë e jetës sonë. Dhe këtë e kemi sqaruar në një hutbë të mëhershme ku kemi përmendur edhe një thënie të Hasan el Basriut, I cili ka thënë kështu: O I biri I Ademit, vërtet ti, faktikisht gjendja jote, rrethana, situata jote është se ti je një grumbull I ditëve. Dhe sa herë që kalon apo e kalon një ditë, atëherë ka kalu dhe ka shku apo është harxhu edhe një pjesë e jotja. Dhe ashtu si ka kalu ajo pjesë, ashtu kalojnë do të thotë edhe pjesët e mbetura. Me një fjalë, me këtë thënie, ky njeri, ky dietar don me na bë me dije neve vëllezër të nderuar se me përfundimin e ditëve që I ka të numëruara, të caktuara secili prej neve, përfundon edhe jeta e njeriut në këtë botë. Dhe këtë, ashtu që thash pak më herët, kemi sqaruar në një hutbë të mëhershme dhe nuk është ajo tema për cilën do të flasim neve sot. Por ajo çfarë do të flasim neve është se tash në këtë numër të ditëve apo në këtë botë e cila faktikisht qenë ka një numër I ditëve që I jetojmë secili prej neve, njeriu e fillon këtë ditë apo e fillon këtë jetë
si fëmijë, si foshnje, si i vogël. Edhe Zoti i Madhërisht në lidhje me këtë në Kur'anin famlar thot, edhe ja bën me dije njeriu, ku thot në surën An-Nahl ajeti 78, thot wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Që në përkthim po thot Allahu xhalla wala, Zoti është ai, Allahu është ai i cili, dëgjoni sa mirë e thot, i cili ju nxorri nga barqet e nënave tuaja. Domethënë ju bëri që ju të lindni nga barku i nënës. La ta'lamuna shay'a, duke mos ditur ju asgjë, do thotë të padijshëm, siç lind foshnja dhe çdo foshnje. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Dhe kështu Zoti ju krijoi juve të dëgjuarit, të shikuarit dhe zemra, la'allakum tashkurun, që kështu që ju të jeni falënderues. Me një fjalë, po tregon Allahu xhalla wala, vëllezër të nderuar, se në fillim njeriu kur lind nuk din gjë, po kështu ka kriju mekanizma dhe forma gjëra njeriu së bashku me krijimin e tij, që ai të aftësohet me të dëgjuarin e tij, me të shikuarit dhe me të menduarit, që të aftësohet edhe të mësohet sado që jeton në këtë jetë dhe zhvillohet, të aftësohet dhe bëhet kështu Zoti i vetes. Vëllezër të nderuar, njerëzit në përgjithësi kur flasin, posaçërisht sociologët, të cilët ndoshta edhe thellohen në këtë më shumë, po neve e themi se në përgjithësi jetën e njeriut, fazat e jetës së njeriut, periudhat e jetës së tij në këtë botë mund t'i dajmë kryesisht në 4 faza, në 4 periudha. Faza e parë, periudha e parë është kur ai është fëmijë, lind foshnje dhe kalon kohën e fëmirisë. Dhe kjo periudhë parafarsisht mundet me qenë 15 vite, derisa të arrin moshën madhore, moshën e pubertetit. Dhe kjo është faza e fëmirisë, kur është i mvarur dhe kur ka nevojë për kujdesje. Faza e dytë është kur ai është në fazën e rinisë. Dhe kjo është koha kur është kur i mbush 15 vjet dhe deri parafarsisht moshën 40 vjeçare. Dhe kjo është ai koha e rinisë. Dhe faza e tretë është mas moshës 40 vjeçare, faza e burrnisë, kur ai bëhet burr, pjeket. Dhe kjo fillon me fazën apo me kohën kur ai mbush 40 vite deri sa arrin moshën 55 vjeçare, parafarsisht 60. Dhe faza e fundit, faza e pleqërisë, është ajo koha mas moshës 55-60 vjeçare, sa i ka dhënë Allahu ymër atij. Dhe kjo është koha e pleqërisë, edhe kur ai është plak edhe i vjetër. Këto janë ato kryesisht ato 4 fazat, vëllezër të nderuar, në të cilat kalon njeriu në jetën e tij në këtë botë, secili njeri. E nëse i bëjmë një vështrim këtyre 4 fazave, vëllezër të nderuar, këtyre 4 periudhave që jetojmë ne, atëherë e shohim dhe të gjithë ne pajtohemi se vërtet faza më e mirë, faza më e dëshirueshme, faza kur mas shumë ti ka qef njeri me e jetu, mas shumë ti e kujton masi që ta kalon me nostalgji, është faza e rinisë, kur ai është i ri, kur e kalon do thot moshën e rinisë. Për arsye se është ajo koha kur ai ka forcën, e ka elanin, e ka energjinë, e ka shansin, e ka mundësinë. Dëgjoni që e përshkruan Zoti i Madhreshëm këtë fazë në krahasim me këto periudhat para edhe pas në Kur'anin famlar në surën Ar-Rum. Zoti i Madhreshëm thot kështu, vëllezër të nderuar: Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'alakum min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shiba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-'alimul qadir. Që në përkthim po thot Allahu xhela wala në këtë ajet kuranor, vëllezër të nderuar, Allahu, Zoti është ai i cili ju krijoi juve, njeriu, prej duke qenë i dopt. E krijoi atë të dopt. Pse njeriu kur krijohet në fillim, që u tham atje, kur krijohet foshnjë është i dopt.
ka nevojë për kujdese, ka nevojë nanën, ka nevojë babën, dikush të kujdeset për të. Pra është i dopt, edhe Zoti i Madhreshëm po tregon. Dhe në vazhdim po thotë, thumma ja'alakum min ba'di dha'fin quwwa. Pastaj ju bëri, pasi që ju keni qenë të dobët, ju bëri të fuqishëm. Dhe kjo është ajo faza e rinisë, kur njeriu aftësohet, bëhet i Zoti vetës, i fuqishëm, ka energji, ka elanin. Po vazhdon Zoti i Madhreshëm, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Pastaj po, pasi që ju keni qenë të fortë, të fuqishëm, me energji, Allahu xhalla ala prap ju bëri të pafuqishëm apo të dopt. Dhe të thinjur, po thot në Kur'an, washiba, të dopt dhe të thinjur, me një fjalë do mund të lesh, të mvarur, do mund të paaft për veten e juaj dhe me pas nevojë për të tjerët. Kështu Zoti i Madhreshëm po i krahason këto faza që i përmendëm pak më herët, vëllezër të nderuar, edhe kështu po i tregon dhe karakteristikat e secilis fazë, vëllezër të nderuar. Dhe në vazhdim po thotë Zoti i Madhreshëm, yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir, vërtet Zoti është ai i cili krijon çfarë do që dëshiron dhe ai është i gjithdijshmi dhe i gjithfuqishmi. Me një fjalë na e bën me dije, ai nuk ka nevojë për të tjerët. Fuqia e tij është absolute, nuk është fuqi kalimtare, nuk është fuqi që përfundon sikurse fuqia e njeriu. Pra vëllezër të nderuar, në këtë ajet Allahu xhalla ala kur i bën këto krahasime, na e tregon se vërtet ai faza më e mirë për njeriu. Dhe me një fjalë, pasuria më e madhe që mundet me e pas njeriu, kapitali, begatia dhe ajo që mas shumti, shansi më i madh që e ka njeriu në jetën e tij, është rinia e tij, vëllezër të nderuar. Që Allahu xhalla wala ja ka dhënë edhe ja ka dhuru atje. Madje edhe një jetë në shoqëri, nëse e shikojmë përgjithësi do thot një shoqëri njerëzore, një grup njerëzve, një popull, një shtet, atëre e shohim se vërtet fuqia më e madhe atij shteti, atij populli, asaj shoqërie nuk është pasuria, nuk janë të mirat materiale, nuk është as pasuria natyrore që mundet me pas ajo tokë, apo diçka e ngjashme, po njerëzit e mençur kur e bën krahasimin thonë se pasuria më e madhe që ja siguron ardhmërinë e suksesshme atij populli, asaj shoqërie, është rinia. Është rinia që e ka. Për këtë, faktikisht nëse mund ta marrim një shembull, edhe nëse për shembull një shtet apo një popull mundet me pas mira natyrore, mirë po nuk ka të rinë që të ardhmen aftësohen, bahen zot vetes dhe ato të mira natyrore nuk i shfrytëzojnë për popullin e tij dhe për të mira, ato të mira nuk i kthejnë në shërbimin e popullit, ato të mira u shfrytëzon dikush tjetër dhe i shfrytëzon ato. Për këtë vëllezër të nderuar, Islami i dha rëndësi të madhe rinis dhe edukimit ti për faktin se vërtet i riu, krahas kësaj energjie që e ka, krahas kësaj shansi që e ka në jetë, kësaj mundësie që e ka në jetë, vëllezër të nderuar, kjo fazë e jetës së njeriut, domthonjë kjo faza e rinis për njeriu është ajo faza kur faktikisht tek njeri vendosen shumë gjëra të rëndësishme për të ardhmen e tij. Individuale, po gjithashtu edhe në shoqërinë e tij. Si ndodh kjo? Për arsye se vërtet njeriu në këtë fazë faktikisht ai zgjedh drejtimin e tij, profesionin, çka do të bëhet ai në të ardhmen. Në këtë fazë zgjedh. Ai në këtë fazë faktikisht zgjedh bashkëshorten e tij. Dhe gjithashtu edhe vajza e re e zgjedh burrin e arshëm, bashkëshortin e arshëm të saj. Në këtë fazë njeriu Allahu xhalla ala e begaton me fëmijë zakonisht. Në këtë fazë bëhet me fëmijë, bëhet familjar, kujdeset dhe këtu do të thotë ai fillon me u bë i Zoti vetes tij dhe krahas kësaj bëhet do thotë krijon do thotë familje edhe kujdeset për të tjerë. Pastaj në këtë fazë
ai faktikisht ka obligime, qashtu që shka për vetën e tij, ndaj familjes, po dhe ndaj shoqërisë tij, ka obligime ndaj prindërve të tij, të cilët faktikisht në këtë fazë tash, kur ai është i Zoti vetes, prindrit kalojnë në fazën që janë pleq edhe kanë nevojë për tjetrin. Dhe ai faktikisht e rikthen atë mirësi që ata ja kanë ba atij, kur ai ka qenë i paaft, tash do thotë në atë fazë që ai u kthen me të mirë dhe kujdeset për ta kur ata kanë nevojë. Dhe kështu vëllezër të nderuar, për këto arsye, për këto shkaqe, kjo fazë është e shumë e rëndësishme për njeriu. Po një ashtu në anën tjetër, gjithashtu kjo fazë, kjo kohë e jetës është ajo që mas shumti u kanoset rreziqeve. Qysh? Për arsye se njeri është qysh tham, e ka energjinë, e ka forcën, e ka fuqinë, e ka të zhvilluar gjithashtu edhe epshin më shumë. Dhe mundësitë, nxitjet, instiktin e zbavitjes, e dëfrimit tepruar, kalimit kohës kot dhe veprimeve të rrezikshme, sikurse që ajo, sikurse mund të jetë humbja e kohës, pastaj marrja me punë jo të mira për arsye se atë fuqi, atë energji, ato mundësi, ato shanse që i ka ai, mundet njeriu me i shfrytzu në dëm të tij dhe në dëm të shoqërisë së tij. E këtu është e rëndësishme vëllezër të nderuar që një shoqëri që don me pas të thotë një rini dhe një të ardhme të sigurt, duhet me kultivu dhe me i dhanë rëndësi të madhe edukimit të rinisë. Dhe me ja u mundësu, me ja u ofru të rinjve tanë që me marë drejtimin e duhur. Dhe këtu fillimisht obligim parsor i takon të thotë prindërve, po gjithashtu edhe institucioneve shtetit e kështu me radhë. Vëllezër të nderuar, Islami, nëse i bëjmë vështrim mësimeve islame, e shohim do thotë i kushton rëndësi të madhe kësaj edukimit, për arsye se njeriu në këtë fazë, nëse nuk drejtohet çu duhet, atëherë mund të jetë ti nënshkruhet apo e ardhma e tij të jetë do thotë humbje dhe devijim që ndoshta edhe nëse dëshiron pastaj me u kthy në atë dhe me i përmirësu gabimet dhe devijimet e tij është e pamundur. Posaçërisht vëllezër të nderuar në këtë kohë, kur mundësitë e devijimit, rreziqet janë në çdo moment dhe në çdo rrethon dhe në çdo hap që e qet i riu. Vëllezër të nderuar, ne jemi dëshmitar të asaj që fatkeqësisht edhe në shoqërinë tonë gjërat sikurse alkooli, përdorimi i alkoolit tek të rinjët, pastaj droga, narkomania, me të gjitha llojet, pastaj fatkeqësisht bigjozi, bastoret e ndryshme, kumaria, këto gjana që janë bë pjesë e përditshme të rinjve tanë, të shumicës së të rinjve tanë. Domthonë, këto gjana, pastaj prostitucioni, zinaja, dëfrimet e ndryshme, fatkeqësisht janë ato gjana me të cilat shumica e të rinjve tanë. Shumica e të rinjve tanë janë veprime me të cilat mirën dhe paramendojnë se me këto gjana mund me shku përpara. Vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith kështu: "Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'." Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit nuk do të lëvizin, me një fjalë, nuk do të ndodhë me njeriu asgjë para se t'i jap përgjigje për 4 pyetje që do t'i shtrohen atij. Kjo do të jetë ajo e para, gjëja e parë që do të ballafaqohet me të nesër kur të ringjallet në ditën e gjykimit. 4 gjana, 4 pyetje, ai do të jap llogari dhe do të përgjigjet për to. Cilat janë ato? Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të pyetet mas pari për jetën e tij, çysh e ka kalu. Çysh e ka kalu atje, çka ka bë me ta. Në vazhdim të hadithit e dyta, po thot për rininë e tij, çysh e ka harxhu. Ka e ka quat rini. Është interesant vëllezër të nderuar. Pyetja e parë është për jetën e tij.
Në jetën e tij hyn edhe rinia, për arsye se edhe rinia është pjesë e jetës, apo mirë po, pyetja do të jetë e veçantë. Pse e veçantë? Për arsye se është ajo më e rëndësishme, faza më e rëndësishme e jetës së tij dhe koha kur ai më shumti duhet me dhënë mundin e tij, andaj edhe do të pyetet konkretisht për këtë fazë të jetës çka ka bërë me ta. Vëllezër të nderuar, nuk po du me e zgjat më shumë, por unë po du me e përmbyll këtë ligjërat me atë se vërtet posaçërisht që shumica e xhamatit në këtë xhami, po fatmirësisht edhe në shumë xhamit apo në gjitha xhamit e Kosovës janë të ri, është e rëndësishme me e vedisu i riu veten e tij dhe me e pas parasysh se këtë shans, këtë begati që Zoti i Madhreshëm ta ka dhënë ty me e jetu këtë jetë dhe jenë këtë fazën më të mirë të jetës tane, vallë, m'ja bë vetës pyetjen, vallë, çka jam të bë me këtë jetë? Çka jam të bë me këtë begati, me këtë shans që Zoti i Madhreshëm ma ka dhënë mua në dispozicion dhe jam të e jetu? Është e rrugës shpeshherë m'ja bë vetës tane këtë pyetje, vëllezër të nderuar. Është e rrugës me i thonë, me vetën tane dhe me u mundu me i dhënë përgjigje, vallë, çfarë është qëllimi i jetës time në këtë jetë? Çka jam të lyp unë për jetës time në këtë jetë? A jeton njeriu në këtë jetë vetëm sa me jetu, sa me e kalu kohën, me i kalu këto faza dhe me arrit kohën e pleqërisë edhe me qenë fundi i tij, do thot një vend në këtë tokë, një pllum toke apo një varr në cilën ti do të futesh dhe do të përfundoj çdo gjë me ty, apo ka diçka që njeriu me këtë përfundim të kësaj jete fillon diçka tjetër me të. Pastaj m'ja bë vetes pyetjes, vallë, çfarë kërkohet prej meje? Unë si i ri me këto mundësi që mi ka dhënë Zoti i Madhreshëm në dispozicion, vallë, çka jam të bëj me të? A jam të shfrytzuar në formën më të mirë? Kush duhet me qenë personi model që duhet pasohet, që duhet të ketë domosht shembull që me thonë unë du me kanë sikur që ky. A duhen me kanë pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i zgjedhur i krejt njerëzimit dhe shokët e tij që shumica dërmuese e tyre kanë qenë të rinj, njerëz të rinj. Mus'ab ibn Umeri ka qenë një djalë i ri i Mekës. Ka qenë djalë i ri edhe pej më të pasunëve të Mekës. Mirë po, krejt këtyne gjanave, ju u ktheu shpinën dhe e pasoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguar i Zotit, para se me bë hijretin në Medinë, vëllezër të nderuar, njerin e parë që e dërgoi atje për mi mësu medinaset islamit, mi mësu islamin, ishte Mus'ab ibn Umeri. Atë e dërgoi dhe ai i mësoi ata në moshën e rinisë. Domthon ky mision, ky synim, këtë objektiv, çush e ka arrit ky njeri? E ka arrit me sinqeritet dhe përkushtim duke pasu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo duhet me qenë modeli yni artistat, këngëtarët, të cilët faktikisht gjërat sikurse që i përmena bigjozi, droga, prostitucioni, pastaj këto gjanat e këqija, sikurse që është alkooli, e kështu me radhë, janë përditshmëri e jetës tyre, edhe dikush prej trinëve me thonë, unë model e kam filan këngëtarin apo filan artistin, i cili faktikisht përditshmëri e jetës ti janë këto gjanat kota, të cilat e drejtojnë atë ka rruga dhe rreziqet e ndryshme. Vëllezër të nderuar, këto pyetje vazhdimisht, posaçërisht i riu do të m'ia bë vetes tij, edhe me e kthjell veten e tij dhe me e këshillu veten e tij dhe me u mundu më bë serioz edhe me u mundu që kjo pjesë e jetës dhe këto ditë të cilat i jeton do thot me u mundu me i shfrytzu në maksimum në shërbim të tij dhe gjithashtu me qenë nga ata të cilat mendojnë për shoqërinë e tij, për popullin e tij dhe mundohet me i dal atij Zot dhe me pa para vetes një të ardhme më të mirë, për faktin se vërtet në këtë kohë dhe në këtë fazë të papunësisë, në këtë fazë që fatkeqësisht shumica e të rinjve objektivi i tyre kryesor është qysh me siguru një vizë edhe me ikë pe këtuhit. Faktikisht nëse dojmë me ndryshu këtë situatë dhe këtë ngjendje,
ndryshimi fillon me veten tonë, vëllezër të nderuar. Të mundohemi, të bahemi serioz dhe të bahemi ata të cilët kur i kemi ato obligime dhe ato punë që i kemi marrë me veti, mi kryen formën dhe mënyrën më të mirë dhe mos ta mashtrojmë veten tonë, do thot, me epshe dhe kënaqësi të ndryshme të cilat fatkeqësisht shumica e të rinjve janë të shku pas tyre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محمد رسول الله. Pra mendoj se rinia e sodit sot në llogari me periudhat e mëhershme është një përparësi shumë të madhe. Mirë po, s'do me thonë se në Kosovë ka rini shumë, edhe është shumicë rini, pra prap një përqindje shumë më e madhe është në rrugën e dalaletit. Kështu që na mendojmë se duhet punu pa ndërprej, jo vetëm mëgjallar, për njëkohësisht edhe vetvetja jonë, që rinia të kthehet ka rrugë e mbarë se ndryshe shpëtim s'ka. Në hutbën e sot me xhumas hoxha foli për rinin. Çfarë rëndësie i kushton Islami rinis? Po, Islami si fe që është e pastër, i kushton rëndësi shumë të jashtëzakonshme rinis, për shkak që e përgatit njerin qysh prej fëmirisë, edhe kur nëse nisemi prej hadithit Muhamedit alayhis salam që ka thonë për një sahab kur e ka pyet për kur është faza që fillon edukimi i fëmijës, ka thonë 40 vjet para se me lind, që i bjen domethënë prindi me qenë edukum, me kalu një rini të mirë, edhe një rini më të begatshme, edhe kjo është arsye kryesore pse edhe kemi u pyetur në ditën e gjykimit për shkak të rinisë ku ka kaluar, është njëra ndër pyetjet e cilën ta bën Allahu ditën e gjykimit. Po, Islami jashtëzakonisht shumë i kushton rinisë, edhe rinia duhet të përkushtohet edhe të drejtohet që të kujdeset edhe më shumë për fenë islame, për edukimin islam. Praktikojnë ata mjaftueshëm fenë islame? Po e praktikojnë. Shumë e praktikojnë. Zakonisht të rritë, për shembull, sidomos për shembull të familjen time, për shembull ato kanë literatura të bollshme për shfrytëzimin edhe për dijen e islamit, për shembull të islamit. Ka dallim sot rinia nga gjeneratët e kalume praktikojnë më shumë fenë se sa gjeneratët e kalume? Tashti me tregu, tashti po shkoj mas pare për vetit, kur kanë qenë i ri, për shembull, mund me thonë që për islam shumë pak kim ditë atëre. A kurse sot për shembull rinia janë shumë të dijshëm, kanë shumë mundësi, edhe nëpërmjet literaturës, për shembull ka literaturë të bollshme, edhe ka për shembull ato nëpërmjet mediave, edhe ka nëpërmjet për shembull televizionit, edhe ka më shumë për shembull edhe për internetin edhe kështu gjëra. Mesazhi i hutbes sotme është se të kuptoj njeriu se vërtet pasuria më e madhe që mundet me pas një shoqëri është rinia. Pastaj edhe të kuptoj tash ky i ri, faktikisht ashtu siç thashë edhe në hutbe, pasi që shumica e xhamatit ton, edhe në këtë xhami, po fatmirësisht edhe në gjitha xhamitë e Kosovës janë të rinj. Pra fjalimi ka qenë i drejtuar pak më shumë tek ata të rinj që të vetëdijsohen këtë shansë dhe këtë mundësi që e kanë në këtë moshë dhe në këtë fazë të jetës, që ta marrin seriozisht dhe ta shfrytëzojnë në mënyrën dhe formën më të mirë, që të aftësohen dhe nëpërmjet këtij aftësimi t'i shërbejnë mas pari vetes tij, familjeve të tyre, po gjithashtu edhe shoqërisë në këtë kohë fatkeqësisht që mund të themi që është mjaft dëshpëruese posaçërisht për këta të rinj. Praktikojnë sa duhet rinia e Islamit sot? Fatkeqësisht nuk mund të themi se është në nivelin që kërkohet, por
është një përmirësim I dukshëm, Gjeneratat e kaluara. po, gjithsesi mund të them se është një përmirësim dhe një avancim. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله